gjeta. Do të ndalemi pak te themelimi fillimisht, me qenë se përmenda pak më herët që është akoma shoqat e re dhe vetë se është themeluar në muajin dhjetor. Fillimisht ju falenderoj juve si medium për mundësinë që ne sot të shfaqim çështjet që ndërlidhen me këtë shoqat. Sa i përket themelimit të kësaj shoqatës, duke qenë se jam pjesë e institucione publike mbi 20 vite, konkretisht edhe në Ministrinë e Arsimit tani më veç 11 vite jam punoj si staf në atë ministri. Kam pa që komunitetit akademik shkencor në Kosovë, në përgjithësi, në për gjitha nivelet, i mungon një subjekt që i bashkon komunitetin akademik me qëllim të realizimit të arritjeve kërkimore, shkencore, inovative, dhe ne me disa kolegë profesor na lindi ideja që këtë ta realizojmë dhe tani më veç e kemi themeluar shoqatën e shkencëtarëve të Kosovës, e cila po shpresoj që do të jap një kontribut të mirë në proceset e ardhshme në gjithë sektorët e funksionimit të shtetit të Kosovës. Pse mendon që një shoqat e tillë nuk është hapur deri më sot? Çfarë i ka munguar, po themi? Them drejtën, apo guximin ndoshta për të ndërmarrë një iniciativë të tillë? Ndoshta po them guximi për të ballavaçuar me këtë problematik, edhe procedurat formale të institucioneve tona publike universitare, të cilat më shumë kriteret e cilat i kanë paraqitur më shumë kanë qenë të karakterit formal, sa për ta plotësuar një kriter, se sa që në përmbajtjen e tyre ka rregulluar çështje cilësore të aktiviteteve shkencore të stafit akademik të Kosovës. Kërkoj falje që po shprehem këtë formë, mirë po jo të gjithë janë në atë situatë. Unë përmenda që nesër gjithashtu do të mbahet edhe konstituimi i këshillave shkencore. Na tregon pak qëllimin kryesor, çfarë do të bëjnë këshillat e kështu me radhë. Pra nesër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tashmë veç kam betë vetëm Ministria e Arsimit dhe Shkencës, do të bëhet konstituimi i këshillave shkencore, 9 prej tyre, të cilat këta këshilla plotësojnë në gjithë spektrin e zhvillimeve institucionale të fushëveprimtarisë të institucioneve publike, por jo vetëm, edhe atyre në sektorin privat, në mënyrë që këto këshilla të japin kontributin e vet të ekspertizës shkencore, ekspertizës analitike, ekspertizës profesionale, në mënyrë që në të ardhmen të kenë mundësi që t'jenë ndikues në proceset apo edhe pjesëmarrës në politikat, hartimin e politikave publike, por njëkohësisht edhe në proceset e vendimmarrjes, vendimeve strategjike të vendit të Kosovës, që ndërlidhen pra me gjithë sektorët e zhvillimit të vendit, duke përfshi edhe ato ekonomik dhe politik, dhe se këta këshilla do të kenë rol këshilldhënës, kërkimor, hulumtues, por njëkohësisht edhe inovativ gjatë proceseve dhe aktiviteteve të ardhshme të cilat shoqata e shkencëtarëve të Kosovës i ka parapo apo i ka përcaktuar në planin e vet të punës për vitin 2026, por jo vetëm, domethënë kemi një plan afatgjatë 5 vjeçar se ka janë orientuar aktivitetet e kësaj shoqate. Mirë, për aktivitetet do të flasim pak më vonë.